Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin javor nga data 23 deri në datën 1 mars 2026. Kemi një javë mjaft të rëndësishme për nga ana ekonomike. Kemi një javë që dikton shumë gjëra, ndryshojnë shumë plane që neve kemi gjatë një të ardhme të afërt, por gjithashtu edhe me ndikime dhe ndryshime të tjera që vinë drejt çështjeve madhore, lidhje me punën, me karrierën, me dashurinë e munguar. Disa probleme mund kemi pasur ose disa çështje shumë të rëndësishme që neve mund të kemi dhe mund t'i zgjidhim pikërisht në këtë javë. Por le të hedhim një sy para se të nisim parashikimin, kësaj jave çfarë ndodh dhe çfarë ndikon në aspektin e këndeve planetare. Kemi datën 23. Data 23 na mëson shumë gjëra sepse ka të bëjnë shumë me një trekëndësh, me Afroditën që formohet nga peshqit me Jupiterin nga fore. Ky kënd është një kënd mjaft ndikues në këtë muaj që sjell optimizëm, shanse, na ndihmon të kemi perspektivat nga më të mirat në pretendimet tona. Na bën që të njohim atë që neve kërkojmë dhe dëshirojmë dhe të veprojmë në kohën e duhur. Do bëjmë jo vetëm kaq, por kemi të bëjmë dhe me njohje të rëndësishme që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me kontrata të rëndësisë veçantë. Gjithashtu, shenjat e ujit dhe shenjat e tokës favorizohen jashtëmase në këtë ditë kaq të rëndësishme, që e fillon javën me ndikime pozitive dhe jo vetëm. Shenjat e ujit janë përkatësisht gaforja, akrepi, peshqit, por dhe shenjat e tokës përkatësisht do thot Demi, Virgjëresha, Bricjapi me ditëlindjen të 10 diçit të dytë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 26. Çfarë në mëson data 26 dhe ku ndikohemi? Data 26, Mërkuri për herë të parë për këtë vit që shndrohet në retrograd në peshqit, ku do të zgjasë deri më datën 21 mars dhe kjo ka ndikuar që nga një mëdhë shkurti, kjo do të hyjë në retrograd në disa çështje që lidhet shumë me ndikimin e diktimit të çështjeve që ka të bëjnë me komunikimin, disa ndryshime të vogla që kemi, por këtu kur kemi në retrograd është diçka mjaft pozitive sepse na ndihmon, na jep mundësi dhe në periudhët kur ndodhin fenomenet, jem ide tona, jem ato çka kemi pasur më përpara nuk e bënim dot. Plane që ne kemi lënë për gjysëm. Vjen një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, meqense kemi pezulluar në të kaluar. Natyrisht duhet të jemi të kujdesshëm në çështjet e komunikimit dhe udhëtimit, sepse nëse i lëm pas dore disa gjëra që kemi lënë ose planet që kemi pasur nuk janë realizuar, këtu përfitojnë shenjat e ajrit, shenjat e tokës, shenjat e zjarrit, shenjat e ujit, siç janë binjakët, Virgjëresha, Shigjetari, peshqit. Ka ndikime mjaft zbuluese për gjërat që do të bëjnë, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në çështjet e mëdha që do të keni tani tutje. Kemi datën 27 shkurt. Data 27 shkurt, ku Marsi në katërkëndësh me Ujorin dhe me Uranin në Dem, ky kënd është disi i vështirë. Duhet ta anashkalojmë disi, sepse jo se na prish punë, por t'jemi të kujdesshëm në këto drejtime. Tregon disa gjëra që nuk duhet, disa provokime, ngjarje të papritura, por do t'jemi të kujdesshëm, sepse nëse nuk kujdesim për veten tonë, atëherë është problem. Ndikimet ato që do të them dhe themi gjithmonë për ata që janë udhëtime, për ata që dalin për një kafe, për një bisedim, për kaluar mirë, por mirë është që çelësat e makinës t'i lënë në shtëpi, sepse është në të mirën e tyre, sepse nuk motoja është eci e vash sepse nxitoj. Jo të në lidhje me alkoolin, në lidhje me gjëra që nuk duhet, pra të jemi të kujdesshëm në gjërat tona, nëse nuk jemi të gatshëm, atëherë ta lëmë për një moment tjetër, jo në këtë ditë sepse është një ditë paksa e vështirë. Shenja siç është Demi, Luani, Akrepi, Ujori, të Didiqit të tretë, mirë është të jenë pak të vëmendshëm në këtë drejtim.
kemi datën 28 shkurt. Formohet një kënd me Mërkurin retrograd dhe me Afroditën tek Peshqit. Ky është një kënd pozitiv, megjithëse kemi të bëjmë Mërkurin retrograd, mund të na japi një mundësi për të zgjedhur njerëzit, për të pasur disa gjëra që i kemi lënë nga e kaluara, për një arsye apo për tjetër kemi pasur një problem, por kjo është e zgjidhshme sepse koha që tregon në anën tjetër është një ndikim mjaft i mirë dhe shumë ndikues në atë çka neve bëjmë dhe duam. Megjithatë, kjo do të thotë në këtë ditë kemi dhe mundësi të arta, sepse takimet të rastësishme me miq të vjetër, madje mund të bëjmë dhe një udhëtim në një vend në kujtime të ndryshme dhe kuptimin e punës, të karrierës, disa gjëra të tjera që do të ndikojnë gjithashtu. Madje mund të kemi dhe një kontratë shumë të rëndësishme që më përpara ishte e pamundur të zgjidhet, por përfitojnë shumë gaforja, akrepi, peshqit të dhjetëdhjetit të tretë, ku mundësitë janë mjaft pozitive. Dhe një nga mundësitë e tjera që do të keni, por gjithashtu në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe kohën e duhur, sepse gjithçka shkon atje ku duhet dhe mundësitë janë të arta për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimeve të mëdha dhe kuptimit të jetës, sepse është koha, është mundësia dhe mjaft ndikime të tjera që do të keni juve në këtë drejtim. Megjithatë, është dhe një moment mjaft i mirë dhe stabilizues për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimeve të mëdha dhe kohës që kemi të bëjmë me fenomene nga më të rëndësishmet për sa i përket gjërave dhe ndryshimeve. Tani, para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj dhe njëherë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë një paketë nga më të ndryshmet aty ku gjini veten tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria, është drejtare e vogël atje, e klikoni dhe më pas dërgoni emailin dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype që të flasim në detaje, në privat për çështjet që juve ju interesojnë. Për juve që doni, në kohën që ne jemi drejt pas së drejtit çdo të mërkur në orën 20:00 jemi live në pyetje përgjigje. Duke dërguar mesazhin tuaj tek ai butoni që shkon atje, siç shkoni, e ndiqni me kujdes dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin për të marrë përgjigjen drejt për së drejti. Më pas, nëse doni akoma më tepër diçka në lidhje me pyetje përgjigje dhe doni diçka më të zgjeruar, pikërisht atje është membership. Ja, është ai butoni që shikoni aty. E klikoni aty dhe aty pastaj direkt kaloni në dritaren, në privat dhe aty pastaj mund të shkruani dhe t'ju shkruajmë që të merrni më tepër përgjigje për gjërat që dëshironi. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimeve, me shenjën e marrjeve të vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, që do të thotë shenja e zjarrt, shenja e ndryshimit të madh, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, megjithëse dashi tani në këtë periudhë ka qenë dhe mbetet një shenjë që vërtet ka mundësi, ka kohën e vet për të marrë ndryshime dhe gjëra të tjera, sepse koha ka ndryshuar për të mirën tuaj, ku një nga mundësitë më të mira që keni tani e tutje është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me çështjet ekonomike financiare. Dhjetëdiçi i parë do ketë mundësinë e zgjidhjes së një konflikti problematik që keni pasur dikur. Vjen një moment tani dhe ky është momenti më i mirë i mundshëm, sepse do ta shikoni që do t'i zgjidhni gjërat atë ku dëshironi juve për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës më tepër, sepse ka të bëjnë me karrierën dhe kjo duket se është dhe momenti i duhur tani dhe kjo do të thotë që gjithçka shkon mbar në lidhje me takime, në lidhje me vendimet e rëndësishme që do të merrni në punën tuaj. Kurse
Në lidhje me anën tjetër që ka të bëjnë dhe me anën ekonomike financiare edhe me takimet të një pasnjërshme që juve do keni, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsyen e punës suaj dhe të çështjeve të karrierës, sepse në lidhje me karrierën ka të bëjnë. Vjediçi i dytë përgatitet për muajin mars, përgatitet për atë çka do të bëjnë, për atë çka është dhe mbetet. Vërtet në anën e ekonomike të financave ose disa gjëra që mund të qenë të vështira në një kohë të më përpara në pamundësi që ta rregulloni, por tani vjen momenti i ndryshimeve që do të keni ju të shenjës së dashit, sepse ka të bëjnë me punën tuaj, ka të bëjnë me karrierën. Në çështjet shpirtërore, edhe pse me pak vështërsi nga njëra anë ose në anën tjetër që vërtet lidhen me takime pune, lidhen me vendime të rëndësishme, për sa i përket periudhës ku ndodhin fenomenet dhe një nga momentet më të dashura për juve që ka qenë ajo e biznesit, dhe tani ka ardhur një moment që juve do shikoni dhe vetë ku do të zgjidhen probleme të pazgjidhshme dhe është një kohë mjaft e mirë, është një kohë që jep rëndësi ekonomisë, jep rëndësi punës dhe stabilizimit saj, dhe një nga ndryshimet më të mëdha, më madhore që kanë të bëjnë është periudhat e juaja për ekonominë dhe stabilizimin. Por stabilizimin nuk do thoshte se ka diçka shqetësuese, sepse të 30 diqet kanë mundësinë këtë javë të zgjidhin disa konflikte të vjetra që kanë pasur dikur, dhe vjen një moment tani mjaft i mirë, mjaft pozitiv, sepse jo gjithçka ja lini rastësisë, sepse është koha është momenti, është periudha e duhur me ndryshime, takime, biznese, çështje të rëndësishme financiare. Është edhe kjo periudhë pikërisht ky moment tani, kjo është momenti i duhur për zgjidhur problemin tuaj, për zgjidhur problemin në ekonomi, për zgjidhur problemin e gjërave të mëdha të financave, sepse në financë është edhe koha më e mirë e mundshme, është koha juaj dhe periudha që ndodhin fenomenet nuk ka vend për të shqetësuar, por për të zgjidhur çdo problem që keni pasur në të shkuar. Në fushën e dashurisë, edhe pse duket pak a shumë e lehtë për të zgjidhur disa problematika, por mos harroni se me peshoret e 10 diçit parë, me gaforet e 10 diçit është perfektja një vëmendje të shtuar do të bëni me britqap të 10 diçit parë, sepse është koha dhe momenti për bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që rregullon, stabilizon, mundson gjërat, por disa udhëtime dhe disa lajme shumë të mira që do t'i marrin këtë javë, ka të bëjë me dokumentat dhe një lidhje e thjesht është jeta, është familja që krijohet në momente të papritura, pikërisht nga kjo javë e tutje, që këta janë të shenjës së demit. Por ju të shenjës së demit duket se ky moment është një moment vendimtar në jetën tuaj, është një moment që vërtet është koha, është periudha që ndryshojnë gjërat dhe mënyra se si vijnë ekonomia dhe ndikimet e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të tjera që do të keni në lidhje me takime, në lidhje me punë, në lidhje me stabilizimin ekonomiko-financiar. Por gjithashtu, meqense nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për arsyet ekonomike financiare, një problem që ka pas 10 ditë i parë i shenjës së demit, duket se tani e zgjidh në një mënyrë më të mirë të mundshme, sepse ka pasur mjaft çështje të lënë pezull, por vjen një moment tani që juve do të keni mundësinë për të zgjidhur çdo problem ose çdo gjë të pazgjidhur më përpara, sepse duket se tani erdhi koha juaj, erdhi momenti juaj për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Dhe gjithashtu, 10 diçi i dytë që do merret me takime pune, stabilizime në ekonomi, stabilizime në jetën në përditshmëri, do të thosha unë, të punës suaj, sepse ka të bëjë edhe me një ndryshim shumë të madh për shembull. Demi, sepse demi gjithmonë është në pritje për takime, bisedime, çështje pune, nuk e zgjidhin dot atë gjërat që ata kanë pasur më përpara për 1000 arsye, por vjen momenti i duhur tani, periudha që ndodhin fenomenet dhe nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për arsye të punës suaj,
dhe të karrierës, por meqense në lidhje me karrierën nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse tani për tani ka ardhur momenti, ka ardhur koha për të bërë zgjedhjen e duhur në fusha të ndryshme në financa dhe në lidhje me anën e biznesit. Por gjithsesi është një javë mjaft e rëndësishme kjo e muajit dhe gjithmonë kjo javë ka ndikime, ka ndryshime mjaft të mira, sepse përgatitja që bëhet, koha që bëhet është më ndikuese dhe shumë pozitive, por meqense keni të bëni dhe me disa takime tjera në lidhje me punën tuaj, edhe pse nuk do thosha që ka probleme të çështje të rëndësishme ose ka të bëjnë edhe me ndikime të mira pozitive, dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë me çështjet të largëta që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por megjithëse ka të bëjnë me një çështje bisedimesh, bisedime të rëndësishme. Bisedimet të rëndësishme lidhen edhe me punën aktuale ose me një udhëtim që do të bëni nga mesjava. Për shembull, e hënë mërkura, e hënë shëmirë, nëse nisni gjëra të mëdha ju, po nëse keni mundësinë ose keni këto ndryshime, mirë do ishte që ti shikoni gjërat në anën më të mirë të mundshme tuaj, sepse kjo zgjidh disa çështje problematike, zgjidh disa gjëra që nuk janë zgjidhur më përpara. Prandaj shikojeni të 30 ditët në lidhje me udhëtimin, në lidhje me një punë që keni, të hënë, të mërkurë, të enjte, janë ditë shumë të mira për të marrë vendime të rëndësishme, sepse shtunë e diela janë tjera gjëra pastaj për anën ekonomike, financiare, për punën, për gjëra të tjera që do të diktonin, do thosha unë, por megjithatë është edhe koha, momenti i duhur dhe gjërat të tjera që do të keni gjatë rrugtimit tuaj. Një nga mundësitë më të mira, një nga mundësitë më të arta të jetës, të periudhave që ndodhin fenomenet dhe momentet të tjera që do të diktojnë. Me ndryshime të vogla, shumë të vogla deri në disa ndryshime ekonomike. Do thosha unë, për anën e punës tuaj, për anën e karrierës, disa biseda që i jep vëmendje në kohë, në çështje pune, në çështje ndryshimesh të mëdha. Por megjithatë është edhe periudha që ju e keni në anën ekonomike financiare për disa probleme të vogla i keni të zgjidhshme. Atë që do të thosha unë, vini veshin kësaj jave të 30 ditësh në lidhje me dashurinë, sepse keni lënë pak pas dore edhe pse me disa problematika keni pasur përpara. Kjo do thotë dem virgjëresh, dem britsjap. Dem virgjëresh dhe dem britsjap është koha më e mirë e mundshme në anën tuaj, në lidhje me karrierën dhe në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishëm, por një vëmendje do të bëni me akrep, sado që të grindeni, por keni disa gjëra që nuk janë ashtu siç e prisni ose më saktë mund të ndikojë, domethënë në një farë mënyre ndryshe e kërkoj dhe e realizoj dhe ndryshe unë nis diçka po se bëtis dot. Janë gjëra që vërtet kanë një jetëgjatësi në kohë. Kjo do të thotë mundësi, do të thotë korrektësi nga njëra anë, prandaj bëni kujdes. Nëse keni bashkim familjar ose probleme të tipit, nëse unë mbase kam diçka që dua të bisedoj me dikë person të rëndësishëm dhe të gjej një zgjidhje dokumentacioni për të afruar më tepër me njeriun e zemrës, me familjen ose me gjëra të natyre, atëherë është me virgjëresh dhe kjo është një mundësi që mund të ketë zgjidhje dhe më vonë, sepse janë shumë çështje të lëna pezullt, janë shumë çështje që nuk janë zgjidhur më përpara dhe zgjidhen tani. Dhe kjo është diçka shumë pozitive tek juve të shenjës së demit. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft e rëndësishme, një shenjë që sado që gjërat janë në vështirësi ose kanë bërë disa gjëra që nuk janë realizuar për një moment apo një moment tjetër, që do të thotë një shenjë ajri, por me taban, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë do të me binjakët? Binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë disa gjëra të rëndësishme për punën, për ekonominë dhe lidhje me disa persona ose mund të investoni në të ardhmen, një bashkëpunim me jashtë e keni mundësinë, e këta ka më tepër 10 ditë që i parë,
që do të shikoj gjatë rrugtimit, sepse gjërat mund të ndikojnë ose ndikojnë shumë dhe në veprime dhe vendime që mund të merren, sepse koha tregon që i keni shanset shumë të mëdha për të arritur atë ku doni juve në lidhje me punën, në lidhje me komunikimin, në lidhje me gjëra që vërtet janë i keni mundësit juve që do zgjidhni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me takimet të shumë të rëndësishme madje, dhe pikërisht ky moment është i juaj, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse duke pasur parasysh në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë tek juve, dhe kjo do të thotë që vërtet ndryshimi është në anën tuaj, por meqense binjakët kanë dy gjëra kryesore. Kanë zgjidhjen e problemit, që do ta zgjidhin, nuk e vën dyshim këtë gjë, sepse është periudhat që ndodhin këto fenomene dhe ka diçka mjaft të mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime mjaft të rëndësishme, dhe kjo është periudha dhe koha mjaft e mirë dhe ideale në anën tjetër. Megjithatë, kemi disa mundësi që tani për tani mund të mos jetë ajo çka pritet, ose gjërat që do të ndikojnë në lidhje me një bisedë e gjysmë e lënë pas dore. Por nga ana tjetër, unë ju them të madhe që keni diçka shumë të rëndësishme në lidhje me anën ekonomike financiare, shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet e ndryshimit të madh në lidhje me një takim pune. Gjithashtu duket se kemi të bëjmë me disa vendime, dhe këta janë vendime shumë të rëndësishme për punën tuaj, për karrierën tuaj, për atë që ka nis, se mos harrojmë se duke pasur parasysh edhe në lidhje me një vendim shumë të rëndësishëm që keni marrë dikur juve dhe lënë pas dore në çështjet e punës suaj, por megjithatë kjo nuk do të thotë se ka diçka problematike ose ka diçka që nuk lidhet, nuk rregullohet. Mund të thosha që tani është koha dhe momenti, është zgjidhja e problematikave që keni pasur në të shkuarën, sidomos me ekonominë, sidomos me marrjen e vendimeve të rëndësishme, por pikërisht tani është një moment shumë i mirë dhe tepër i mbar, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu për një arsye që kanë të bëjnë të kësaj shenje, por në anën tjetër, në lidhjet që kanë bëjnë, lidhjet afatgjatë, ose çështjet që kanë bëjnë me takime pune dhe vërtet ndikimi tek binjakët duket se janë përforcues asaj çka ndodhin në lidhje me punën, por një udhëtim pune, disa lekë të pamara, por ju keni qenë në Gjermani ose keni qenë në vende jashtë në Bashkimin Evropian, dhe jeni kthyer për jashtë për tjetër, vjen një moment tani që do të shikoni gjërat të jenë shumë pozitive, të jenë shumë të mbara për punën tuaj, për karrierën tuaj, dhe me disa para që do të investoni në vendin tuaj, përsa përket çështjeve që lidhet me punën, lidhet me ndryshime. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet afatgjatë themi gjithmonë, që kanë të bëjnë me shigjetar të 10 diqit parë, kanë të bëjnë me ujor të 10 diqit të tretë, që është diçka shumë pozitive dhe shenja ajri, dhe kjo lidhet direkt me kësaj gjërash, dhe është mundësia shumë e mirë dhe tërë pozitive, por në anën tjetër ka të bëjnë me peshore. Me peshore do pa kujdes se ndryshe e mendoni, ndryshe e veproni dhe mërziteni në farë mënyre, që thoni pse të ndodhin disa gjëra që unë jam munduar shumë, por nuk e kam arrit asaj çka kërkoj. Por gjithsesi e keni mundësinë për të zgjidhur problematikat dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që reputacioni është në zenith, puna niset dhe bëtiset, edhe pse disa ndikime planetare në retrograd dhe pastaj Mërkuri jep atë mundësinë, por dhe disa çështje të hollësishme që lidhet me punën, lidhet edhe me karrierën, me ndryshimin që mund bëhet, sepse kjo është diçka shumë e madhe, që do të thotë shenja e Gafores. Për sa i përket shenjës së Gafores, duket se Gaforia është në anën më të mirë të mundshme, në lidhje me anën ekonomike, lidhje me disa ndryshime mjaft pozitive,
dhe nuk ta them për të bërë qefi, nuk ta them për sa i përket të çështjeve që ju keni, sepse gaforet nga vetë si gafore, si shenja uji që janë, mundohen shumë që të jenë korrekte në ekonominë e tyre, të jenë korrekt në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vijnë, por njëkohësisht është dhe momenti i duhur në lidhje me bisedime, në lidhje me ndryshime, në lidhje me çështjet e punës së karrierës. Ajo që është një nga takimet më të rëndësishme që mund të keni për sa i përket kësaj jave, është lidhje me punën ose në lidhje me disa dokumenta të reja që mund të keni, dhe është një moment shumë pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, por megjithatë keni edhe disa gjëra të ndryshme nga ana ekonomike financiare, nga ana gjërave që do të keni edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur probleme në anën ekonomike financiare, por është e zgjidhshme. Por mos harrojmë, sepse një nga mënyrat dhe mundësi që keni një trekëndësh që bën ndikimi i Mërkurit me hënën, u jep mundësi dhe gjithashtu dhe me Afroditën dhe me Jupiterin, juve keni mundësi Jupiterin shenjën tuaj, por edhe Afrodita nga Peshqit, kanë dy mundësi të arta që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhet dhe me biznesin. Me biznesin sidomos ka një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive. Edhe pse i keni të gjitha mundësit, e filloni me plus këtë javë në lidhje me punë, në lidhje me takime, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme. Marrjen e vendimeve të rëndësishme është një periudhë shumë e mirë dhe sado që duket delikate, por është mjaft perfekte, sepse me stabilizime, sepse me kohën dhe me ndryshimet e mëdha që do të keni tani tutje, do ta shikoni dhe vetë ku ka diçka shumë të madhe, ka dhe surpriza në lidhje me punën tuaj, me punën e palodhës, sepse dini shumë mirë çfarë bëni në role drejtuese dhe jo vetëm. Në çështje që kanë të bëjnë anën tjetër, është një ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në një takim pune që do të keni tani tutje, ajo që do të ngeleni ose do të bëni një kontratë të rëndësishme, dhe kjo është kontrata e punës, është kontrata e gjërave të mëdha që do të keni, gjithçka nis nga një bisedë e njohur me persona të rëndësishëm, dhe kjo do të shkojnë deri në lidhje me kontrata të vazhdimësisë të punës suaj, jo një vit e dy, por mund të jetë afatgjatë. Në dashuri do thosha për juve të shesë gafore se dhe diçi të tretë, se dhe diçi pari i dyti është i stabilizuar, me një ndarje që keni pasur me dash, mundoni ta rregulloni, sepse kjo javë është javë e rregullimeve, sepse ndikimi datës 26 kemi Mërkuri, sepse Mërkuri ndihmon shumë në lidhje me problematika që kemi pasur në të shkuarën si në fushën e dashurisë apo në fushën e ekonomisë, por vjen një moment tani që stabilizohen dhe do ta shikoni se çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Plus që ka dhe diçka tjetër mjaft rëndësishme për sa përket gaforeve në lidhje me jashtë, ku gjërat do të jenë shumë herë më mirë për sa përket gafore peshk, gafore peshore, janë dy gjëra mjaft rëndësishme dhe kjo është lidhet shumë me anën e dashurisë së munguar dhe lidhet shumë me disa takime mjaft të rëndësishme. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse ka të bëjë shumë me gjërat që juve ju takon dhe mund t'i rregulloni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë e rëndësishme, një shenjë që vërtet ka mundësinë, vërtet dëshiron qetësinë dhe punën drejt së ardhmes e ka sot, që kjo do thot shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se pikërisht është koha, është momenti juaj, se jo se e them unë, por e thon planetet. Kjo ka të bëjnë me ndikimin më të madh që juve keni në lidhje me ndryshime të mëdha, në lidhje me disa vendime që do të keni tani e tutje, dhe koha tregon që fati është me juve, punon për juve, dhe kjo do të thotë që ka një kuptim, ka një ndikim shumë të mirë në fushën e karrierës suaj. Meqense dita e hënë, dita e njëjtë, dita e shtunë janë 3 ditë shumë të mira, nëse doni të nisni diçka dhe kjo bën që tani për tani e keni mundësinë për të zgjidhur çështje problematike, e keni mundësinë për t'i arritur qëllimin tuaj, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, sado që duket e vështirë, sado që e keni pasur dhe mundoni që të arrisni qëllimin tuaj,
por ju them që është momenti mjaft pozitiv për sa i përket gjërave që do të keni në lidhje me takime, në lidhje me gjërat që do të ndikojnë në fushën e biznesit, sepse në biznesin e keni pak a shumë ndikimin tuaj, por e keni dhe gjërat të tjera që tani për tani mundësit janë, nuk e diskutoj për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket gjërave që juve keni, edhe pse duket e vështirë në plan parë, po kjo është kalimtare për një mirë arsye, sepse gjithmonë luanët mësojnë të tjerët dhe mundohen të ndihmojnë në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e ndryshimeve. Dhe është një mundësi ekonomike mjaft në rritje, në fushën e ndryshimeve blerjeve, keni një blerje pasurie paluçme juve të shesë luanëve të editit të dytë, bëjeni se ka për t'ia vlejtur, është diçka shumë e mirë për juve dhe është momenti tani që mund ta bëni, pse jo, sepse keni edhe kohën, është në momenti dhe tani për tani i keni mundësitë në detaje dhe kjo do të thotë që vërtet sado që të tjerët ju pengojnë për mos ecjen përpara, por juve nuk daloni dhe jeni shumë të preokupuar në ato çka doni të bëni dhe është momenti mjaft i mirë tani e tutje. Prandaj gjitha gjërat janë pozitive, gjitha gjërat janë mjaft të rëndësishme dhe vazhdimësia duket e mbar dhe jo problematike. Një anë tjetër pozitive ka të bëjë në fushën e dashurisë, sepse në dashuri keni pasur për shembull debate të dhjetëdiqit të parë me ujorin të dhjetëdiqit të tretë, nëse keni pasur të tilla gjërash, nuk po them për gjitha shenjat, se keq kuptoni juve, e thoni po nuk kam pas probleme, shkruani ju. Po nuk po them për ata që s'kan pas probleme, sepse jo të gjitha shkojnë vaj. Marrim disa ndikime të dhjetëdiqave që të parafrohemi sadopak, sepse kjo është një parashkim i përgjithshëm dhe i parashkim që mundohemi që të jemi sa më korrekt në punën tonë dhe ndajmë dhe në dhjetëdiqe të parafrohemi sadopak gjërave që neve prekim në përditshmërinë tonë. Pra, dhjetëdiqi i parë, me dhjetëdiqi i parë i luani me dhjetëdiqin e tretë të ujorit mund keni pasur një problem të tillë. Dhe kjo është e zgjidhshme tani e tutje, kurse në lidhje me një çështje me jashtë, dokumentacionet do ta thosh unë, ka të bëjnë shumë me dëm të dhjetëdiqit parë dhe akrep të dhjetëdiqit të tretë, ka një tentativë bashkimi, edhe pse keni pasur ndarje, pse keni pasur probleme personale me njëri tjetrin, ku diun çështje të kësaj natyre, por këto nuk ju pengojnë që juve të nisni një rrugtim të ri, të jeni drejt së ardhmës suaj, drejt punës suaj, drejt jetës suaj, e shumë gjëra të tjera që do të shikoni që veproni dhe do të ndikoheni në pozicionimin e planeteve që do të jepet mundësi dhe koha e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku sado që të tretët flasin apo ndikohen, keni një shans shumë të madh në punën tuaj, sepse në rol drejtues keni pasur shumë probleme për ulje nga detyra. Keni pasur probleme, thashetheme, më thet thash, ku diun. Këto gjëra fshihen nga memoria juaj, sepse Mërkuri në retrograd u jep një mundësi plus, që këta janë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, me këse virgjëresha të duket se tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë në rrugë të mbar, por mos harrojmë se në datën 23, që bie në ditën e hënë, kanë dy mundësi të arta, që lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me ndryshimin e madh që vjen. Ajo që duket trekëndshëm më i fuqishëm për sa përket këtij muaji, ose më saktë këtij fund muaji, se nuk ngelen dhe kjo javë deri në datën 1 që fillon muaji mars, kemi ndikimi i afërditës nga Peshqi dhe Jupiteri nga Fore. Këtu përfitojnë shenjat e tokës. Në këtë klubin e shenjave të tokës përfituesit që jeni dhe juve, edhe pse keni pasur debate, keni pasur probleme, keni pasur keq kuptime me të tretët, po jo për fajin tuaj, sepse koha është ajo që shëron gjithçka, edhe pse flasin të tjerët, mirë bëjnë atë punë kanë, po juve jeni shumë përpara për që në këto kohë.
mbi ndryshimet që vijnë, është momenti dhe periudha që gjithçka shkon aty ku duhet. Gjithashtu, mundësit, koha, marrë vendime të rëndësishme, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër surprizuese. Në lidhje me surprizat, në lidhje me takimet, në lidhje me gjëra të rëndësisë së veçantë, që juve i keni dhe si periudhë, dhe si moment, po ta thosha kështu, por kjo është periudha më e mirë e mundshme, kjo është periudha që vërtet juve ju ndikon për të mirën tuaj, sepse tani për tani, mund të themi me bindje të plot, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur disa gjëra që mund mos ishin në kohën e duhur, por ja pra që janë në fushën e punës suaj. Ju kanë ulur nga detyra për shembull, dhe kjo juve jeni pak të irrituar për arsyen sepse të keni të drejtën tuaj. Kjo nuk diskutohet, nuk e vëm dyshim, por nuk është faj juaj sepse të tjerët nuk u eci ajo puna që nisën dhe ju ishin në rol drejtues, dhe ato që ju dhanë ato juve e menaxhuat më mirë se të tjerët. Edhe se ai që ka vetë punën. Mirë po, fjala rëndon më tepër se sa vetë vepra. Prandaj e them gjithmonë që për juve që keni të bëni në role kyçe, do keni një sqarim, sepse një heqje nga puna. S'qoftë punë thjesht. Nuk ka një vlerë kush e di për sa mund bëhet, sepse nuk erdhe në këtë orar, ose tjetri e spionoi dhe tha diçka është puna, kjo nuk bën as si punë, ky nuk bën as si punë, ajo nuk merret me këtë gjë, ose ai gjëra të tilla, ku nuk është e vërtetë. Dhe kjo vërtetësi ndodh me Mërkurin në retrograd në datën 26. Dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe koha më e mirë e mundshme, dhe është për herë të parë për këtë vit. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, do kemi kohë deri në datën 21 mars, ku gjërat do jenë shumë herë më të ndryshme, edhe pse në skandalet e muaj se muaj ka skandalet nga më të mëdha. I keni parë, shikoni dhe çfarë po ndodhi, çfarë do ndodhi, por pak rëndësi ka. Dhe rëndësia edhe çështjet e tjera që vijnë drejt jush, e për kohën dhe për gjërat e tjera që do të diktojnë, do të veprojnë në fushën e punës suaj, në fushën e ndryshimit tuaj, por momentet janë ata që janë më të mirat dhe më stabilizueset. Për sa i përket një çështje karriere. Në lidhje me karrierën, se juve jeni karrierist, e keni mundësinë këtë gjë, dhe mund të vini, jo vetëm të arrini në finish, por keni mundësi të arta në vazhdimsi. Do t'ju kërkojnë me qiri dhe s'kan për t'ju gjetur, sepse ju nuk do të kuptoni nëse do të dilni të ikni nga ajo punë, të ikni punë tjetër, keni gati. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim. Se do shikoni vetë do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe tani, nëse do të bëni ndryshimin tuaj, të 30 diqet. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem me Britsjamin, keni pasur një problem me shëqetarin, keni pasur një problem me peshqit të 10 diqet parë. Por me qenë guvernatori juaj, Mërkuri, jep atë rëndësinë e veçantë në lidhje me takimet e punës, lidhje me vendimet që merren, kështu që jeni në kohën e duhur, jeni në momentin më perfekt të që ndonjëherë. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sidomos bashkim familjar që keni me gafore, edhe një punë e re niset atje, ose do ndryshoni shtëpi, do ndryshoni shtet, është mundësia për të bërë ndryshimet e tilla, sepse koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, prandaj mos më shqetësoni për gjëra të tilla, por bini pas se do t'ja dilni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet jeni në kohën e duhur, jeni në momentin e duhur për të bërë ndryshimin e madh në ekonomi dhe në stabilizime, që këto janë shenjës peshores. Për sa i përket shenjës së peshoreve, me qenë se peshoret duket se këtë periudhë, edhe pse ndryshojnë disa gjëra, ndryshojnë në lidhje me takime pune, do ta thosha, por zhvillime të reja që vinë drejt jush, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, dhe kjo do ta shikoni gjatë punës suaj, sepse është momenti, është koha mjaft e mirë dhe shumë pozitive, për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket gjërave të mëdha që do të keni në ekonomi, por megjithëse tani për tani gjërat janë pak ndryshe,
sepse prisni një ndryshim shumë të madh juve në fakt në lidhje me punën tuaj. Por ju keni një problem bankar në fakt të shenjës së peshores, po do keni një zgjidhje rreth hënës, të martës, të njëjtës, të premtes. Nëse është e mundur në këto ditë të hënë martë dhe e njëjtë e premte, janë shumë ditë mira nëse doni të zgjidhni problemet e pazgjidhshme ose problematikat të ndryshme që juve keni në anën tuaj. Megjithatë, është dhe një moment tjetër, moment mjaft i mirë, është pune, është stabilizuese, se çështjet konkrete që lidhen me punën, lidhen me marrjen e vendimit të rëndësishëm, por njëkohësisht është edhe momenti i duhur mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë, edhe disa momente të tjera që do të keni. Por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, dhe një nga anët më të mira dhe zhvillimet të reja që do të keni në lidhje me momentin e duhur në punën tuaj, në karrierën tuaj, dhe në disa gjëra që do t'i shikoni dhe vetë, sepse peshorja duket se ka ndikime shumë të mira, por mërzitet për gjëra që nuk janë të tyret. Do të thënë që nisin diçka, dhimbset se do ta lënë mbas dore, për shembull, që është e puna nuk e lën dot sepse është drejt përfundimit dhe të tjerët e flasin ndryshe, juve e kuptoni ndryshe dhe ky është një moment shumë i mirë sepse shikoni dhe veten tuaj për mundësitë, për kohën, për ndryshimet të mëdha që vijnë me periudha kur ndodhin fenomenet, disa momente të arta që mund ta themi me bindje plot, këta është koha juaj, sepse është shumë e rëndësishme periudha, shumë e rëndësishme ajo çka bëhet, çka realizohet në anën tuaj, në biznesin tuaj, dhe lidhje me biznesin kam shumë fjalë të mira dhe vepra që juve bëni, është një ndikim shumë i madh sepse në lidhje me biznesin tuaj ose me nisma të reja, ose doni të hapni një biznes, e keni studiuar tregun, dhe me studimin e tregut është momenti juaj më i mirë i mundshëm tani tutje, dhe kjo do thotë që është edhe koha e duhur për të stabilizuar gjërat e juaja. Megjithatë, është momenti, madje edhe disa ndikime shumë të mira që kanë bënë për juve, se ndikojnë pozitivisht dhe juve keni edhe këtë mundësi në lidhje me ndryshime, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni. Por koha tregon që me kalimin e kohës disa gjëra janë mjaft mirë, meqenëse keni pasur disa çështje problematike kur ka qenë ndikimi, sepse para një viti keni pasur shumë probleme në 2025, për shembull në muajin shtator, vjen një moment tani që e nisni me plus në çështjet e punës në lidhje me ndryshimet që do të keni, por meqenëse keni pasur edhe disa probleme të vogla në të kaluarën, dhe kjo vjen tani e plotson për të ndryshuar çështjet ekonomike financiare, për ndryshuar anën e punës edhe disa tjera çështje që janë pezulluar, në fakt disa kontrata, disa gjëra që nuk është për fajin tuaj, por për fajin e gjërave që ndodhin. Njerëz jemi dhe gabime bëhen, por janë të parashikueshme dhe kanë mundësinë që t'i zgjidhni çështjet e problemet e tjera. Në fushën e karrierës kam fjalën. Në lidhje me stabilizimin dhe punën tuaj duket se është pikërisht kjo javë, sepse marsi e tutje janë pak a shumë gjërat më ndryshe, por gjithashtu ka të bëjë edhe me një çështje shumë të madhe, çështje madhore mund të themi, që do të thotë ana e financave dhe një takim i rëndësishëm me persona të tretë. Në dashuri duket se me dash të 10 ditë parë, me gafore të 10 ditë tretë, dhe me britësjap sidomos është dhe koha tani për tani, sepse duke pasur parasysh ndikimi i afërditës, sepse me afërditën juve keni dhe shumë mundësira të mira në lidhje me ndikimet se trekëndës që bën afërdita me Merkurin, në lidhje me kuptimin e jetës dhe me paranë dhe me ekonominë. Është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjërat aty ku dëshironi. Vazhdimësia dhe korrektësia është ndikimi më i mirë i mundshëm. Lidhjet afatgjatë që kanë bënë me dashtë dhe diçit parë, me britësjap dhe diçit tretë është perfektja. Një kujdes të veçantë do të bëni me gaforet dhe diçit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që ka shumë ndikime pozitive, ka shumë gjëra të rëndësishme për veprimet dhe vendimet që mund të marrin në kohën e duhur, dhe periudha që ndodhin fenomenet janë të larmishme, edhe pse përmbajnë rrezik
nëse nxitojmë. Motoja është eci avash sepse nxitoj, sepse jeni të fituar, sepse jeni të dashuruar me punën tuaj dhe me karrierën tuaj. Kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Kjo do të thotë shenja e akrepit. Përsa përket shenjës së akrepit, me që se akrepët duket se tani për tani ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime, lidhje me disa vendime të rëndësishme dhe periudha që ndodhin fenomenet, akrepi ka diçka mjaft të madhe në lidhje me anën e punës, në lidhje me periudha që ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, në lidhje me periudhën që ndodhin gjërat në kohën e duhur. Por mos u shqetësoni fare, sepse akrepët kanë atë të ndryshimit dhe të mundësive të arta që kanë tani e tutje, një nga momentet e duhura përsa përket zgjidhjes dhe komunikimit, i keni të gjitha mundësit për rregullimin, stabilizimin, momentin e duhur në ekonomi, gjëra që do të ndikojnë tani e tutje, edhe pse jo se përbën rrezik një problem që keni pasur para 3-4 muajve, por kjo nuk do të thotë sepse është momenti i duhur përsa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve dhe momentit të anës ekonomike financiare, por gjithashtu është edhe koha në një farë mënyre përsa përket çështjeve që mundet të keni një takim ose diçka që mund të ndryshojnë në gjërat që do të diktoni në fushën e punës, por momenti që juve keni dhe çështjet më pozitive që do të ndryshojnë në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjërat të tjera të reja që do të keni në karrierë, do të keni në anën e biznesit tuaj, por megjithatë është edhe periudha e mirë, do thoshon se gjithmonë juve keni një kontratë të jetës suaj që keni me pranverën dhe vjeshtëndimrin. I keni të tre gjëra që lidhen shumë me punën tuaj, lidhen shumë me biznesin tuaj. Ajo që do duket, dhe shikoni dhe vetë që me një takim që do bëni me jashtë, kjo lidhet me jashtë, sepse ka të bëjnë me punën dhe me vendimin tuaj që do të merrni, vendimet rëndësishme financiare, ekonomike, bizneset që vë keni dhe anët e tjera që do të ndryshojnë. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me biznesin, lidhen me ndryshimet e njëpasnjëshme që keni në favorin tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse është koha, është momenti dhe periudha mjaft e mirë, stabilizuese dhe çështjet konkrete që keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me ndryshimin e madh që vjen në fushën e biznesit. Prandaj e themi gjithmonë me të madhe, nuk ka vend për të shqetësuar këtu për arsye të punës suaj, për arsye të vendimeve që do të merrni tani e tutje. Është një moment mjaft i mirë, është një periudhë që do shikoni të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, por edhe koha edhe ndryshimi i madh është në tani për tani që ju e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në gjërat nga më madhoret, sepse është koha juaj, sepse është mundësia dhe momenti i duhur mbi takimet e punës suaj dhe momentet e duhura. Gjithashtu, edhe pse disa vonesa që keni pasur në lidhje me punën tuaj ose keni pritur një kredi nuk ka dalë, po bëni gati 3 muaj, keni edhe që në dhjetor, ju kërkojnë dokumentacione ose ku diun, por akrepët din ta zgjidhin këtë gjë dhe është momenti i tyre për gjëra të tilla dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar për lidhje me punën një herë dhe me këto gjëra. U thotë Jorgoj 100% është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Dashuria, lidhje me dashurinë, duket se lidhjet afatgjat miqtemi të shenjës së akrepëve duket se ka të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me gafore të 10 diçit tretë, me ujor të 10 diçit të dytë, ka diçka shumë të rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri që është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në të që bën, që do thotë shenja e shigjetarëve. Përsa përket shigjetarëve, me kësaj shigjetarët duket se kanë të bëjnë në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që kanë bëjnë në fushën ekonomike, por megjithatë, tani për tani, unë të thosha që jo se ka diçka për të shqetësuar, por një ndikim shumë i madh që lidhet me
anën e karrierës, lidhje me çështjet ndryshimeve të reja që do të kenë punën e tyre, por megjithatë për tani është dhe koha e duhur për zhvillime, për ndryshime të mëdha dhe do shikoni edhe vetë sepse kjo periudhë është mjaft stabilizuese në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Momenti dhe koha që ka treguar e tregon që jeni me fat dhe fati do që juve të dini gjërat se ku do të shkoni, duket se pikërisht tani në këtë periudhë ka të bëjnë një bashkëpunim, nëse keni mundësinë dhe doni që të ecni përpara dhe e keni damenjen që doni të nisni diçka me ortakëri. Bëjeni me akrep, bëjeni me dash. Është koha dhe stabilizimi më i mirë i mundshëm. Nëse keni mundësinë, se juve dëshironi të bëni diçka tillë, sepse është edhe koha momenti, është periudha që gjërat janë në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore dhe periudha që juve jeni jashtë Shqipërisë për shembull, ose keni disa gjëra që do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, se lidhet shumë me biznesin, ka një ndikim mjaft të mirë tani, një ndikim që vërtet është periudha juaj, vërtet është ajo çka juve keni, çka juve pretendoni, janë pretendimet ata që kanë bëjnë në lidhje me anën tuaj të biznesit, të gjithë gjërat që janë në ndikim, për shembull, për sa i përket vendimeve që merren, ose periudha që ndodhin fenomene të ndryshme, por është mundësia, është koha e duhur për në nisma të reja që është pikërisht tani kjo periudhë, sepse kjo javë na mëson shumë për marsin, për fillimin e muajit, si do ecin gjërat, nga e nisim dhe ku e bëtisim, periudha të tjera që do të ndikojnë akoma më shumë për sa i përket stabilizimit dhe për sa i përket ndryshimit. Në lidhje me ndryshimin e keni mundësinë, sepse dashuria e munguar, në fakt sepse puna stabilizimin e keni dhe jetën, por në familje, për juve që keni një njohje të kthejnë lidhje serioze, është me peshore. Për juve që keni pasur probleme në lidhjen tuaj dhe doni ta zgjidhni, është me binjak, kurse bashkim familjar është me peshk të 10 diçit parë, ku është dhe mjaft pozitive dhe duket se keni mundësinë dhe do të zgjidhni problemin në këtë drejtim. Prandaj nuk mos u shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve që do të keni tani e tutje. Kjo është koha, është momenti, është ndikimi më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vendimi dhe veprimi që nisin nga ana e punës së tyre dhe koha, periudha që ndodhin fenomenet në anën e tyre, ndryshime totale, rrënjësore në jetë, që do thotë shenja e britsjapëve. Përsa përket britsjapët të duket se kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për gjërat që do të ndikojnë, arsyetojnë shumë dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takimet, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, ndryshime që bëhen në anën tuaj, por gjithashtu edhe një çështje e lënë pezull dikur, duket se tani vjen momenti i shumë pritur për anën ekonomike financiare, sepse britsjapët edhe diçit parë kanë pasur mjaft çështje problematike në përpara, por tani i kanë rregulluar, i kanë stabilizuar dhe vjen një moment tani mjaft i mirë, sepse është moment të kyç për juve të jetës të përditshmërisë tuaj në punën tuaj, ka një ndikim mjaft të mirë dhe një pozicion mjaft ideal dhe diçi parë njëherë që është mjaft pozitiv, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për punën që kanë, për mundësitë që ju jepen, disa parat pa marrë e marrin dhe është dhe koha, sepse ndikimi i Saturnit një trekëndësh që bën me Afroditën, që është paraja, do t'ju vini një burim të ardhës së dyta, dhe shikoni, kjo është surprizë, nuk po a them tani, por e keni, nisni një punë që të ketë gjatësi në kohë. Dhe kjo do ta shikoni edhe vetë, sepse është edhe momenti, është periudha juaj më e mira e mundshme, edhe pse keni pasur çështje problematike, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, por vjen momenti i dëmshurisë, i dashurisë, i përkatësisë, ajo që ju përket juve, është momenti për ta zgjidhur. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse duket në pamje të parë që keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme,
dhe periudha që ndodhin fenomenet, në fakt nëse do ta marrim të mirëqan Britsjap Virgjëresh, Britsjap Binjak, ka diçka shumë të madhe. Lidhje me Luanin, edhe pse është bashkim familjar, edhe pse keni mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur, është e mundur të ndodhi dhe është edhe periudha, nëse këto periudha që juve e lidhni, nuk e diskutoj që lidhet edhe me anën ekonomike financiare, sepse ka të bëjë me disa ndryshime. Këta janë ndryshime rutine, do thosha unë, lidhje me një punë të re ose një diçka që mund mos ju duhet në anën tjetër, por është koha juaj dhe është momenti më pozitivi dhe më ndikues në atë që juve bëni në lidhje me takimet edhe ndryshimet e tjera që do të keni tani tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare për këto çështje dhe karriere, sepse lidhje me karrierën sidomos është një moment mjaft i mirë dhe shumë surprizues për jetën tuaj. Në lidhje me çështjet shpirtërore tani. Në lidhje me çështjet shpirtërore, dhjediçi i parë i shenjës së Britsjapit që ka një njohje që mund ta kthejë në lidhje serioze shumë shpejt, që është me peshore. Me peshore të dhjediçit të dytë. Se ka, për shembull, Britsjap me dhjediçin e parë të peshorës ose dhjediçin e tretë, por dhjediçi i dytë është më në indikuar, ose më saktë juve ju jepet mundësia e stabilizimit të gjërave të tilla, dhe kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër solide për gjërat që bëhen, për gjërat që rregullohen, për gjërat që stabilizohen. Prandaj është koha, është momenti dhe periudha e duhur për të stabilizuar gjërat e juaja. Kurse dhjediçi i parë, shenjës së Britsjapit me dhjediçin e tretë të shenjës së Gaforres kanë një gjatësi që edhe vetë juve nuk do ta kuptoni, dhe shikoni se sa afër jeni dhe sa të bërë jeni për njëri tjetrin në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën tuaj, me pozicionimin e planeteve, bashkim familjar për shembull, ose një fejes, ose një shkëmbim munazash, ose hapjen e shoqërisë mes njerëzve të familjeve, të çiftit. Pra është diçka shumë e madhe dhe kjo ju ndihmon të bëni diçka nëse keni mundësinë. Tani kjo varet pastaj se çfarë juve dëshironi dhe ku doni të shkoni, por me sa duket e keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në këto çështje që unë sapo thash. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rrezatuese, mjaft pozitive dhe tepër ideale në anën ekonomike financiare dhe në ndryshimet të mëdha që do të ketë në këtë javë, që janë ujorët. Ujorët të dashur, nëse ka të bëjnë me çështjet ekonomike financiare, ose keni të bëni me një takim jo i rastësishëm, se t'ishe i rastësishëm do thoshim që nuk bëhet për një arsye për tjetër. Rastësia bën çuditëra, por do ishte mirë që të shikoni se çfarë doni të arrini në lidhje me takimet e punës më shumë. Sepse në çdo kënd, në çdo hap që nisni, ujorët kanë pasur shumë çështje problematike. Mirë po, vjen një moment i shpërblimit. Dhe kjo e keni juve për lidhje me shpërblimin, sepse periudha, koha, ndryshimi, vendimi, mënyra dhe mundësia që juve keni, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj. Pastaj, sado që koha ose mënyra se si vijnë gjërat, në lidhje me ndryshimin e jetës, në lidhje me vendimin që merrni në punën tuaj, dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive, mjaft gjëra që ndikojnë ose rrezatojnë me ekonominë, me stabilizimin, me momentet dhe mundësinë që keni tani tutje, janë periudhat më të dedikuara rreth asaj që bëhet, rreth asaj që është e rëndësishme dhe koha është më e mirë e mundshme për punën tuaj dhe karrierën. Çështjet dhe vendimet që merren tani për tani ka të bëjnë me takime pune, ka të bëjnë me ndryshime shumë të mëdha financiare, lidhen me financat, sepse financat janë shumë të ndikuara dhe gjërat të rëndësishme që keni të bëni tani tutje. Një nga mundësitë më të mëdha
dhe çështje që kanë të bëjnë me ndryshimin e madh që lidhet me biznesin, lidhet me karrierën tuaj, sepse ajo për lidhje me karrierën e keni mundësinë juve për sa përket punës suaj, për sa përket asaj që doni të arrini në anën tuaj, edhe pse me disa vështirësi të vogla mund të keni pasur në të shkuarën, por keni zgjidhur tani. Kjo zgjidhje ju jep mundësinë për sa i përket çështjeve financiare, për sa i përket gjërave që do të keni, por bëni pa kujdes nëse është e mundur juve të qeni sugjorve, bëni kujdes ku? Do bëni kujdes në lidhje me anën e financave, do t'i duhet përbërë një blerje, po këtë blerje do të thosha prisni pak. Nëse është e mundur, ose keni është imediat, ose është diçka që nuk pret koha, ose nuk premton X apo Y që doni ta blini me demos e gjë të tillë, është një kohë shumë e rëndësishme e gjërave të vendime të rëndësishme që merrni në kohën e duhur, është një kohë shumë e përshtatshme në anën tuaj dhe në momentet e duhura që keni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me punën tuaj, lidhje me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje, nuk e diskutoj për punën, por do t'ju duhet bëni një udhëtim jashtë, a do jetë dokument, pasaporta, do jetë një që lidhet me Francën dhe me Anglinë, nuk e di arsyen, por e keni diçka të tillë që do ta rregulloni, do ta stabilizoni këtë gjë, lidhet edhe me paranë në fakt, është një mundësi shumë e mirë për ta nisur diçka të tillë. Kjo javë është javë e mirë për bisedime, është javë e mirë për të bërë nisma të reja dhe mund ta bëni. Kurse në fushën e dashurisë, edhe pse në fushën e dashurisë keni pasur gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet për arsyen tuaj të punës së stabilizimit, me kohën e keni pak problem ju, atëherë i bie që në lidhje me këtë çështje pikërisht në lidhje me dashurinë, ka të bëjnë me luanët e ditës parë, ka të bëjnë me akrepët e ditës tretë, ka të bëjnë me dëm të ditës parë, ku është edhe mundësia, është periudha shumë e mirë, sa do delikate mund të jetë, por janë gjëra që këto ja lëm kohës për kalimin dhe për gjërat e tjera që do të ndikojnë dhe do të diktojnë në jetën tuaj. Megjithatë, edhe peshorja, edhe ditës e tretë e keni mundësinë për të ja arritur qëllimit. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme për nga ana ekonomike, shumë rëndësishme për nga ana e biznesit, që kjo do thot shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqive, me që se peshqit duket se tani kanë darë mendjen, do thosha unë, për punën e tyre, kanë një ndikim shumë të mirë sepse lidhen me ekonominë, lidhen me vazhdimsinë, por në këtë drejtim është një mundësi, është një kohë e përshtatshme ekonomike, financiare, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime të rëndësishme, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha financiare, lidhje me takime që do të keni, por dhe një mundësi mjaft e mirë, duket se është tani në këtë periudhë. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse duket koha, puna, marrje vendime të rëndësishme, është një periudhë mjaft e mirë. Në lidhje me takimin që do të bëni, me takimet e punës, është dita e hënë, është dita e mërkurë, është dita e premte, është një ndikim shumë i mirë dhe mjaft pozitiv. Prandaj mos e lini pas dore, nëse mundeni të bëni diçka, mund ta bëni tani, edhe lidhet edhe punën dhe kohën e duhur për nisma të reja. Megjithatë, ka të bëjnë diçka e madhe në lidhje me punën, se peshqit nga njëra anë mundohen shumë. Lëvizjet që keni në anën e karrierës, keni edhe gjë tjetër veç punës dhe karrierës, po keni edhe çështje të tjera që do të lidhen me vazhdimsinë tuaj. Por unë do t'ju thosha që peshqit të ditësh të parë mirë do ishte të merren me punën që kanë punën aktuale, sepse do keni edhe disa udhëtime pastaj në muajin mars, prill, më shumë do jeni jashtë sa Shqipëria, juve çështje peshqeve, 70% peshqeve të çështjeve të punës së tyre, çështje të lidhjeve që do të bëjnë me dokumentacione, por është dhe momenti i duhur për sa përket këtyre gjërave ose kësaj çështje mjaft pozitive, dhe kështu që nuk ka vend kjo për të shqetësuar, është vetëm për të gëzuar më tepër për 1000 arsye të ekonomisë,
dhe të gjërave të reja që do keni tani e tutje. Megjithatë, ana ekonomike dhe financat nuk ka vend për të shqetësuar, sepse me sa duket është koha juaj, me sa duket është periudha kur ndodhin fenomenet dhe momenti kur juve keni. Gjithashtu, duke pasur parasysh në lidhje me një çështje madhore, ligjore, ku dini të fituar, që mund të jetë ditë e mërkurë, martën e mërkurë mund të ndodhi kjo, mund të ketë shtyrje, por kjo shtyrje është në favorin tuaj, nuk është se është një problem që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, sepse shumë gjë fjalë mund të fliten, por juve i keni të zgjidhshme. Është pikërisht kjo javë që duhet t'i zgjidhni me patjetër, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresht të 10 diçit të parë, që është perfektja, me shigjetarët e 10 diçit të dytë, ku është diçka shumë e rëndësishme, me binjak të 10 diçit të parë, ku është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e juaja, për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me favorizimet dhe kuptimet të jetës suaj, dhe është një moment që do shikoni dhe vetë ku ka të bëjnë me ekonominë, ku ka të bëjnë me zhvillimin e dashurisë suaj, sepse ose do zgjidhni një vend, një qytet, një shtet tjetër që do të qëndroni atje, dhe kjo është momenti më mirë i mundshëm dhe stabilizimi duket që është perfekt. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme nga data 23 deri më datën 1 mars të 2026. Por para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje mund të vendosni të dhënat, emailin tuaj, emaili duhet të jetë i saktë që të vi dhe të lexohet, të ju marrim në telefon, në WhatsApp, në Viber apo në Skype për të lënë një orë takimi dhe për të biseduar më shtruar në privat për gjithçka juve ju intereson, për temat që kërkoni, për gjërat që ju dëshironi, do t'i merrni direkt atje. Më pas mund të flasim për çështjet e tjera që ju kërkoni. Gjithashtu, për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, çdo të mërkurë në orën 20:00 jemi live dhe atje tek pyetje përgjigje. Nëse dëshironi më tepër gjatë kohës që jemi live ta kuptoni, atëherë doni më tepër informacione në kohën që jemi live dhe pa shkëputje, atëherë direkt aty mund të klikoni membership, pasi keni dërguar mesazhe, në membership e shikoni, e klikoni dhe atje mund të bëni një pagesë të thjeshtë dhe atje pastaj mund të komunikojmë direkt dhe për të marrë parashikime në privat pra. Dhe aty pastaj flasim dhe juve mund të dërgoni mesazh dhe të merrni përgjigje për pyetjet e tjera që keni më të rëndësishme, sepse doni të flisni privat. Këto janë për sa i përket pikërisht kësaj jave. Unë ju uroj një javë të mbarë, ditë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Nga unë Rëpulla, jesmirat.